Më pak prodhim bujqësor kufizim të mundësive për vaditje, por dhe për mbytje që përsëriten shpesh, janë këto vetëm disa nga rreziqet që i kanosen Shqipërisë si pasojë e ndryshimeve klimatike. Në raportin vjetor të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit thuhet se rendimenti i prodhimit për kulturat bujqësore mund të tkuret deri në 23% te breshtaria, ndërsa te gruri deri në 5%. Sipas raportit, ndryshimet e ardhshme klimatike në Shqipëri pritet të kenë efekte të konsiderueshme në prodhimin e kulturave bujqësore, veçanërisht në zonat fushore. Parashikohet që rendimenti i misrit të ulet me 17% dhe rendimenti i domateve dhe shalqirit të bjerë me 6 deri në 11%. Ndërkohë, në bujqësi rreziqet kryesore që mund të vinë prej klimës përveç uljes së prodhimit janë dhe mungesa e ujit për vaditje apo shtimi i insekteve të dëmshme. Kështu sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, nëse analizohet struktura e prodhimit gjatë 10 viteve të fundit, do të konstatohet se sipërfaqja e kultivuar me grur është ulur me rreth 22%, ndërsa prodhimi ka rënë me 13%. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, përmbytjet masive çdo 3-4 vite kanë shkaktuar humbjen e rreth 10.000 hektar grur, 15.000 hektar foragjere, 10.000 hektar pemë frutore dhe mbi 1.500 hektar vreshta. Dëmtimi më i madh ka ndodhur në rajonet e Shkodrës dhe Lezhës. Një vit më parë, në një raport dedikuar ndryshimeve klimatike, Banka Botërore kërkonte të merreshin masa në mënyrë që të mos rrezikojë ekonomia shqiptare. Sipas bankës, përmbytjet të aftësira dhe stresi nxehtësisë mund të shkaktojnë humbje ekonomisë së vendit sa 15.7% e prodhimit të përgjithshëm bruto deri në vitin 2050.